Mirëmbrëma miq, mirë se erdhët në programin Familja 7. Ne sot kemi privilegjin të kemi mes nesh një çift që prej më shumë se 10 vitesh shërben me përkushtim dhe dashuri ndaj brezit të ri. Ergys dhe Emanuela Gjoka janë pjesë e shërbesës së adoleshentëve në Kishën Asambleja e Perëndisë në Bathore. Janë një dëshmi e bukur e thirrjes, e besnikërisë dhe shërbesës familjare. Emanuela me origjinë nga Rumania dhe Ergysi nga Burreli janë prindër të 3 fëmijëve dhe jetojnë çdo ditë mes përgjegjësive të familjes edhe shërbesës. Ne sot do të ndalemi tek një temë shumë e rëndësishme dhe aktuale, të rritur shpirtërisht në moshën e adoleshencës. Një sfidë, por edhe një mundësi e madhe për të ndërtuar një themel të fortë në Zotin që në moshë të re. Mirë se na erdhët në studio. Mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm. Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, është hera e parë që ju kemi në studio, është kaq bekim që të bisedojmë me ju e të dimë më shumë rreth jush, të na tregoni për shërbesën tuaj në Bathore. Emanuela nga Rumania. Po. Prej sa vitesh je në Shqipëri, si e le vendin tënd dhe erdhe këtu? Tani ti je bërë shqiptare, në sa shoh. Po, shumica më thonë njësoj. Po, unë në fakt kam ardhur këtë vit, po bëj 10 vite që kur kam ardhur në Shqipëri si misionare, edhe që kur Zoti më ka vendosur në zemër që të jem duke shërbyer shqiptarëve, të jem duke shërbyer adoleshentëve, fëmijëve dhe çdo gjë që Zoti është duke më thirrë që të jem duke bërë këtu. Unë në fakt thirrjen e kam marrë që kur isha adoleshente, isha në gjimnaz, në viti 2 në gjimnaz. Atëherë kam shkuar me të rinj të kishës time nga Rumania në një konferencë misioni. E atëherë Zoti më ka folur për mision, se është duke më thirrur që të jem duke shërbyer, të shkoj jashtë shtetit edhe të jem duke shërbyer njerëzve. Po do ishe diku, domethënë. Po, në atë kohë nuk është se e dija se ku, nuk është se e dija se si do të ndodhë kjo gjëja, por Zoti ka patur një plan edhe që atëherë ka vazhduar si një lloj procesi, çdo lloj gjë, çdo lloj hapi, çdo lloj gjë që ka ndodhur. Po, në këtë mënyrë Zoti më ka thirrur në mision. Pra, erdhe në Shqipëri, po nuk e dije se këtu gjëra do ndryshonin. Përveç shërbesës, ti do ndërtoje jetën tënde. E sot jeni prindër të 3 fëmijëve, si u njohët bashkë me Ergysin? Në fakt unë isha duke shërbyer në Bathore, kam qenë me një misionare tjetër duke shërbyer me adoleshentët, por nga Rumania, edhe ajo kishte ardhur aty, por ajo u lëvizi në Durrës, një kishë në Durrës për shërbyer atje. Edhe unë kisha ngelur vetëm te adoleshentat. Edhe por, nga që kemi djemë dhe vajza, normal që duhet edhe një vajzë, një drejtuese vajzë për të marrë me vajzat me adoleshenta. Po. Edhe në atë kohë ishte vetëm nevoja që Emanuela erdhi aty, edhe vazhduam duke shërbyer. Pastaj mas 2-3 vitesh, nga viti 2016 dhe 2018, unë isha pa të vazhduar shkollën biblike. Atëherë kam vazhduar që të jem duke menduar më gjatë për këtë gjë, e duke qëndruar më shumë, duke ndenjur më shumë, duke folur më shumë biseda që kishim. E çdo ditë ishte duke më dhënë një diçka më të mirë. Dhe aty pastaj vazhduam që të flisnim bashkë. Që iniciativa në fakt ishte nga shoqja ime ajo nga Rumania edhe nga pastori, sepse pastori erdhi duke folur mua, po shikoj pse nuk lutesh për emën në atë kohë. E more seriozisht pastaj. Në fakt në fillim i thash jo, sepse një misionare thash unë ajo është shumë e lartë, ka shumë privilegje, ka shumë gjëra, por pastaj kur ka vazhduar duke lutur, edhe kam parë që Zoti kishte një plan. Edhe aty pastaj vazhdojmë duke folur. Lavdi Zotit dhe Zoti ju bëri bashkë. Po, tani Ergys, si u gjende në shërbesën e adoleshentëve? Kishe si thirrje në zemrën tënde? Unë në fakt kam pranuar Jezus Krishtin, kam qenë adoleshent. Edhe kam qenë një kamp me Rachel, nuk e di se se njini. Po, ajo merret me fëmijët, po, edhe me adoleshentat, edhe unë isha në këtë kamp. Aty e kam ndjerë vërtet prezencën e Zotit, se si Zoti donte të më merrte afër vetes. Por nga 2010 më ndodhi një fatkeqësi, edhe unë u largova nga kisha, edhe erdhëm në Tiranë bashkë me familjen, sepse babai i vdiq në 2010 edhe unë akuzova Zotin pse po ndodh kjo gjë. Edhe unë u largova nga kisha sepse thash kur Zoti nuk më bëri babin tim, si mundet unë t'i shërbej atij.
Por në 2012 pastaj, unë kam qenë duke shkuar te universiteti këtu në Tiranë, te institutit. Edhe aty ishte një brazilian që më ftuan për herë parë te kisha. Edhe unë thash me vete, thash okay, hajde se po futem edhe një herë aty te kisha. Po kthehemi edhe një herë. Po kthehemi edhe një herë. Pavarësisht se vitet më përpara që u largova nga Zoti ishin vitet më të këqija, mund të them, të jetës time. Por pastaj aty Zoti kishte një plan për 3 muaj, unë hoqa dorë nga ato gjërat që kam qenë duke bërë, një jetë jo të mirë. Edhe vazhdova në 2012, vazhdova aty. Por kisha në mbathore vazhdoj në 2013. Edhe unë kthehem aty 2013, kisha mbathore vetëm thjesht duke shkuar aty sepse kishte të ri, kishte shumë gjëra. E pastaj nga 2014 Zoti më vendosi në zemër adoleshentat. Po. Edhe aty bukur. Po, edhe aty pastaj kam ndier atë thirrjen që Zoti më kishte bërë kur unë kisha pranuar në 2009 për herë parë Krishtin në atë kamp. Edhe aty kur Zoti më tha që ja, ti ke marrë shpëtimin adoleshent, edhe unë kam thirrur për këtë shërbes. Edhe pastaj aty në 2014 mbrapa kam vazhduar duke shërbyer me adoleshentat. Dëshmi shumë e bukur, koha kur ti u riktheve, koha kur ishte larg Zotit, Zoti u mor me zemrën tënde, Zoti shëroi zemrën tënde nga ajo që ke kaluar me babain dhe sot ja ku je. Prej më shumë se 10 vitesh në shërbes me adoleshentët. Çfarë ju ka mësuar kjo shërbes për gjatë gjithë këtyre viteve, të dy bashk? Mund të them se durimi është një ndër pikat kryesore kur ti je duke shërbyer me adoleshentat. Sepse energjia e tyre, mundësitë e tyre, gjërat që i ofron bota, edhe në shumë gjëra që ato bëjnë, edhe ne jemi duke punuar me shumicën e adoleshentëve që nuk kanë prindrit apo nuk janë as vetë krishterë akoma. Edhe aty domethënë duhet të kesh shumë durim sepse vinë, zihen, flasin gjëra që s'duhet, bëjnë gjëra që s'duhet, edhe aty duhet mësosh durimin. Pra një ndër pikat që mendoj për adoleshentët është durimi me ta. Edhe të ecësh në durim do thotë që ti je duke u rritur në këtë aspektin e shërbesës. Mua ndërkohë më ka mësuar shumë dashuria. Për mua fjala dashuria ka shumë kuptim për çdo gjë, mund ta them. Kur unë flas për dashurinë që Jezusi ka patur për mua, edhe pastaj për shumë të gjithë të tjerë që e pranojnë ata, unë kur them për shembull se e dua një person, nëse unë e dua vërtet ashtu siç Zoti do, unë nuk ka vend për diçka keq. Edhe mund ta them se unë gjatë gjithë këtyre viteve kam mësuar shumë dashuri. Ashtu si thot edhe te Gjoni 13, të gjithë që do t'ju njohin që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Edhe mund ta them se kam mësuar t'i dua shumë. Sepse janë duke bërë shumë gjëra të ndryshme, edhe ndonjëherë normalisht si njerëz jemi kështu, nuk kemi më durim me ta, jemi kështu që nuk dua me i pa më ndoshta, janë kështu, janë gjëra që vinë normalisht, njerëz jemi, por dashuria që Zoti ka vendosur në zemrën time, në zemrat tona, është ajo që bën diferenca edhe ka mësuar shumë që t'i dua. Po, besoj te grupi juaj që drejtoni jeni bërë si një familje, a ka ndikuar fakti që ju një prindër keni vetë fëmijë dhe në mënyrën se si i kuptoni ata dhe se si i ndërtoni marrëdhëniet ergys? Mendoj që ka ndikuar shumë në jetën tonë, sepse duke parë dashurinë që ke për fëmijët, edhe këto që të ka besuar Zoti, tani janë pjesë e jetës tënde. Pra janë si fëmijët e tum, si fëmijët tanë. Edhe dash pa dashi ti duhet të qëndrosh afër tyre kur ka një problem, kur ka një sfidë, kur duan të qëndrojnë me ty, ndoshta edhe jo vetëm kur ka një problem, por edhe ndoshta të largosh nga ajo shoqëri që ndoshta një shoqëri që ne e njohim sot në shkolla, në shtëpi, që ka shumë shoqëri që janë duke me duhan, me droga, me shumë gjëra, edhe këtë lloj mbështetje dashurisë ju mungon. Edhe sa më shumë të afrohemi me këtë dashurinë afër tyre, aq më shumë janë duke u lidhur me ty ata. Edhe ti lidhesh me ta, se nuk mund të qëndrosh indiferent pastaj kur vjen dikush me ato emocione, me ato dashuri që ndoshta nuk e ka, edhe ti duhet t'ia kthesh njësoj sikur ke fëmijët e tu. Edhe kjo ka ndikuar shumë sepse kemi parë që ato janë fëmijët tanë, edhe pse ndoshta nuk janë gjaku e mishit, por janë të frymës. Edhe Zoti na ka bashkuar me ta që ne të kujdesim për ta, si një prind frymor. Ashtu si kështu kujdes edhe vetë Perëndia për ne.
Po, ndërkohë më trego pak për shërbesen, kur mblidheni, çfarë organizoni, si shkon një takim me ta? Ne kemi të shtunën takimin orën 3, zakonisht ne jemi duke... Në Bathore? Po, në Bathore. Ne jemi duke afruar me një koktejl në fillim, ose me një lojë, pastaj vazhdojmë me një varg, me diçka nga Biblia, me një mësim, pastaj prapë në lojë, kemi kohë që qëndrojmë së bashku, pastaj edhe mbas takimit, por nuk është vetëm ky takimi i shtunës. Ne jemi duke u takuar disa herë në javë ta. Gjatë javës? Po, gjatë javës që Ema merret me vajzat, del diku, shkon diku me ta, shohin një film, apo pinë diçka bëjnë. Kurse unë nga ana tjetër shkoj me djemë do futboll, ora shkoj me lujm ndonjëherë bilardo. Po, lujm edhe bilardo, por aty pastaj ju tregoj se ne lujm për çe bilardo dhe jo për gjëra të tjera. Edhe kjo marrëdhënie me ta na ka bërë që të jemi më bashkëpunim me ta. Po. Cilat janë disa nga, megjithëse ti i preke pak Ergys, disa nga problemet që kryesore që përballen sot adoleshentët? Ata mbartin gjëra nga familja, mbartin gjëra nga shkolla, nga marrëdhëniet shoqërore që kanë? Zakonisht është e vështirë për një adoleshent të tërhiqet nga shoqëria. Pra sepse në një farë mënyrë shoqëria vazhdon duke tallur nëse ai do vihet te kisha apo do bëjë gjëra që ai ndoshta mendon t'i bëjë nga ana e kishës, por pastaj nga ana tjetër nuk e lën shoqëria. Edhe kjo është ndikim i jetës së tyre. Pra shoqëria është një ndikim që mund të prishi zakonet e mira. Ka një paragjykim? Po, ka një paragjykim shumë të madh. Edhe sidomos në zonën e Bathores, që akoma është një zonë muslimane, është një zonë e fortë, edhe në shkolla janë shumë djemë që nuk duan të pyesin, nuk duan as për profesorë nuk pyesin më tani, jo më për njëri tjetrin kur vazhdon tallja, vazhdon persekutimi, vazhdon bullizimi. Këto gjëra ato i mban akoma lidhur me këtë gjë. Po, ky është realiteti në fakt. Realiteti. Po, më tregoni pak se çfarë do të thotë, ashtu siç edhe tema e këtij programi, të rritesh shpirtërisht në moshën e adoleshencës. Si e përkufizon ti këtë pjesë? Emanuela. Po, koha e adoleshentës është koha më e vështirë. Është një kohë në të cilën adoleshentët janë kështu duke bërë shumë gjëra të ndryshme, por është koha në të cilën ata marrin vendimet për të ardhmen e tyre në përgjithësi. Edhe ne jemi në fakt duke mbjellur në jetën e tyre fjalën e Zotit, edhe dim se fjala e Zotit, që është Bibla, është ajo që ka fuqi, edhe nëse ndonjëherë nuk as e shohim direkt ndryshime në jetën e tyre, e dim se në të ardhmen Zoti do të jetë duke vepruar në jetën e tyre. Edhe ne me besim jemi duke hedh farën në jetën e tyre, duke besuar se ata do të marrin vendime të mira për jetën e tyre, për të ardhmen e tyre. Unë për veten time në kohën e adoleshencës kam marrë shumica e vendimeve për të ardhmen time. Edhe kur ti je duke shkuar te kisha, për shembull, te kisha kur janë duke ardhur adoleshentët, ne përveç gjërat të tjera që jemi duke bërë me ta, gjëja më kryesore është fjala e Zotit që ne jemi duke e dhënë atyre. Edhe me besim se do të ndryshon e ardhmja e tyre, do të ndryshojnë ndoshta edhe familjarët e tyre, e gjithë gjërat do të ndryshojnë të ardhmen. Edhe si munden ata të rritën frymërisht, është vetëm me fjalën e Zotit, duke u lutur Zotit, duke afruar atij, duke u larguar nga shoqëria e keqe, nga njerëzit që duan t'i kthejnë mbrapsht ato gjëra të këqija. Vetëm në këtë mënyrë mund të rriten shpirtërisht. Edhe pastaj normalisht duke qëndruar afër atyre që e duan Zotin, atyre që e duan vërtet jetët e tyre, se për shembull janë shumë njerëz që thonë se i duan, por nuk i duan vërtet. I duan vetëm me interes, me gjëra të ndryshme, por kur ti qëndron afër për shembull te kisha janë edhe drejtues tjerë. Kemi në skuadrën tonë, kemi edhe një gos tjetër, Elsa, që na ndihmon. Edhe nuk është se jemi ne vetëm. Disa mund të afrohen me mua, disa me të, por ne jemi si prindër frymëror për ata. Edhe përveç nesh, pastaj të shërbesa, të dielën, pastori, në këtë mënyrë ata mund të rriten frymërisht, por gjithmonë e kanë si zgjedhje. Çfarë do zgjedhin? A do të jenë duke ardhur, a do jenë duke vazhduar të ndryshojnë diçka? Gjithmonë ata e kanë në dorë. Po. Pra jeni duke thënë që duke qëndruar, duke ardhur në kishë, duke marrë fjalën e Zotit, duke u rritur e ndërtuar, ata mund të ruajnë marrëdhënien me Zotin larg presionit shoqëror apo rrjeteve sociale?
Kjo pjesa është pak e vështirë, si thash edhe pak më përpara, ka adoleshentët e kanë vështirë për ta lënë shoqërinë. Edhe në qoftë në argëtimin që mund të bëjnë ata, në qoftë në fjalët që mund të flasim, sepse ne dimë që mishi është i dobët, por fryma është gati. Edhe për shkak të mishit ato tërhiqen shumë nga ana fizike, nga ana emocionale, nga ana të gjërat e tjera që ato nuk i pengon për të ardhur te kisha. Por një ndër gjërat që ne bëjmë është që mundohemi të largojmë nga kjo shoqëri për të sjellë sa më afër nesh, sa më afër edhe personat e tjerë, jo vetëm për të njohur me ne, si tha edhe Emanuela, të jemi bashkë me pastorin, me drejtuesit e tjerë, me kishën vet. Ne zakonisht për të larguar nga ajo jemi duke bërë shumë hapa të tjerë, për shembull, ndonjëherë dalim duke parë film, ndonjëherë jemi duke shkuar. Kaloni kohë së bashku. Ndonjëherë jemi duke shkuar në kishat e tjera. Pra, ne vazhdimisht jemi duke shkuar një herë 1 muaj ose 2 muaj jemi duke vizituar kishat e tjera me adoleshentat. Pra, një kishë që ka një shërbes adoleshentësh, ne jemi të gatshëm për shkuar atje, edhe për adoleshentët tanë, por edhe për adoleshentët e tyre që të krijojnë një marrëdhënie të kishës, jo marrëdhënie të botës. Të përqafojnë dhe vlerat e krishtera, ndërkohë mendoni se përveç kishës patjetër familja ka rol të madh në këtë formim të adoleshentëve. Si e shikoni këtë pjesë? Mendoj që familja është pika kyçe, mund ta them për këtë gjë. Ne kemi shumë adoleshentë që për shkak familjes nuk kanë ardhur më në takim, edhe por farën që kemi mbjell ka qenë një farë që është rritur brenda tyre. Ne kemi disa në adoleshenta shumicë që i kanë penguar sa po kanë marrë vesh që janë te kisha, kanë penguar sepse ne jemi musliman, nuk duhet shkojmë te kishë, sepse ne e dimë që për musliman të shkojnë te kishë është një mëkat për ta. Po ta morëm kështu, pra është një problem për ta. Por në këtë aspekt, kur ne jemi duke hedhur farën, edhe duke treguar një rrugë të drejtë, sikur na ka ndodhur me një vajzë që ajo po vinte takimi i adoleshentave, familja nuk e la, por mbas sa vitesh, ajo jo që vjen te kisha tani bashkë me burrin e vet, por janë pakzuar frymë dhe vazhdojnë janë duke shërbyer me disa takime duke ndihmuar. Edhe kjo është ajo që neve na gëzon. Edhe pse familja mund të jetë një pengesë e madhe në zonën e Bathorës. Po, ta kanë bërë zgjedhjen e tyre. Më konkretisht, a ka disa hapa kryesor të rëndësishëm që ndikojnë në formimin shpirtëror të një adoleshenti në rritje? Po, ka, sepse familja për shembull kur mund ta marrë një adoleshent dhe e pengon për të ardhur te kisha, ajo do mbyllet. Sepse familja nuk më pëlqen këtë që bëj unë, familja nuk më pëlqen atë që bëj unë. Ne kemi pasur disa adoleshentë që kanë shkuar gati për të hedhur nga balkoni, mund ta them, apo për të ndodhur disa gjëra të tjera që Ema ka pas një eksperiencë me ta. Edhe kjo gjë i ka penguar shumë në frymë, sepse djalli këtë do. Djalli do që një moment e pengon një gjë, pastaj vjen duke shtuar, por Zoti pastaj jep hirin e tij dhe çlirimin e tij. A keni parë jetë të ndryshuara? Po, kemi parë, edhe kjo na jep shpresë, edhe na jep gëzim që edhe nëse ndonjëherë është shumë e vështirë me adoleshentat, duke parë frytet, e dim se Zoti do të jetë duke ndryshuar akoma edhe shumë adoleshentë të tjerë. Unë mund të flas për një gocë që nuk do t'ja jap emrin, se ka ndoshta të mos e ketë problem, por që kur ishte te takimi i adoleshentave ka patur një periudhë shumë e vështirë në familjen e saj. Prindrit shpesh herë ishin duke u zënë me njëri tjetrin, vëllezërin me njëri tjetrin, nuk është se kishin një marrëdhënie shumë të mirë. Edhe kishte shumë gjëra tjera, pastaj nga xhaxhalarët, nga familja më e madhe, kishin shumë presion të ndryshëm deri në një pikë që ajo kur erdhi në një ditë të takimit të adoleshentave, unë e pash se kur nuk kishte vetja. Edhe mbas takimit e mora vesh edhe vetëm, edhe i thash, po çfarë po ndodh me ty? Atëherë ajo ka nda me mua se ka dash me u hedh, me u vetë vras, edhe unë jam lut me të, i kam shpjeguar që thot fjala e Zotit, jam lutur me të, edhe ajo tha vetëm fjala e Zotit më ka mbajtur të mos e bëj atë hapin. Vetëm faktin që kam dëgjuar shumë të takimet për çfarë thot Zoti, vetëm atë më ka mbajtur. Edhe sot ajo është pagzuar, ajo është në kishë, është në takimin të rinjve tani, është rrit. Edhe këtë vit ka kaluar në fakt në takimin e të rinjve. Edhe është një bekim për kishën e Zotit, është një bekim për familjen e saj. Edhe vetëm dje mora vesh nga një kushërira saj, tha, unë e vlerësoj shumë atë gocën,
Se tha, nuk është se mbahet te këto tradita që i mbajmë ne si familjen, por janë duke shijuar jetën, duke shkuar në shkollë, duke punuar për veten, jo gati sa të mbush 16, 17 vjeç të martohet, të fejohet edhe vetëm këto gjëra që i duan familja, por duke parë më tej se sa këto gjëra. Edhe kjo gjëja vetëm fjala e Zotit edhe vetëm Zoti Jezus mund ta ndryshojë. A e keni parë lavdi Zotit për këtë dëshmi kaq të bukur? A e keni parë mënyrën se si adoleshentët kanë ndryshuar, qoftë në komunikim, si sillen njëri me tjetrin, se edhe këto janë shumë të rëndësishme, këto ndryshime, Ergys? Në fakt ne kemi parë shumë. Kemi parë disa adoleshentë që kanë qenë një formë më të keqe mëoj që vetëm donin të uzinin, vetëm kishin gjëra me vete si fika, gjëra tjera. Por në moment që ne kemi vazhduar duke folur me ta, ne kemi parë ndryshimin. Kemi një djalë tani, për momentin nuk është këtu në Shqipëri, por ka ikur jashtë, edhe ai vetëm kishte mendje vetëm nga tresat që nuk dëgjonte asnjëri. Asnjë nuk donte të dëgjonte, që në momentin kur erdhi pastaj edhe ishim duke folur me ta, çdo gjë që i thoja, ai ndalonte. Pra ishte i vetmi person që më dëgjonte ishte mua. As babin e vet nuk e dëgjonte. Edhe nga ky ndryshim ai tani ka pranuar Krishtin, patjetër ka probleme të sfida të tjera, por kjo e ka bërë ndryshim që mos jetë më ai personi që vetëm do të uzinte ashtu, por tani është duke dhënë dashuri për tjerë. Edhe kemi parë këtë ndryshim shumë të madh në jetën e tij. Lavdi Zotit, vetëm Zoti dhe fjala e tij mund ta bëjë këtë ndryshim rrënjësor në jetën e dikujt. Ndërkohë le të kthehemi pak kohës kur ti vetë ke qenë adoleshente dhe u bën 10 vite në shërbes, ndërkohë u ktheve fuqishëm tek Zoti. Si e ke parë Zotin të veprojë në jetën tënde gjatë këtyre viteve, Ergys? Në situata ndryshme. Në fakt i kam parë Zotin se si ka qëndruar krah meje në kohë të vështira, sepse në kohën e parë vështirë që unë humba babain, ishte ajo që akuzova Zotin. Edhe pavarësisht të kësaj akuzimi që i bëra Zotit, ai përsëri kishte kaq shumë dashuri për mua që nuk më praktisi. Edhe këtë në shërbesën e adoleshentas si një eksperiencë për jetën time, është edhe për këtë adoleshenta, sepse shikoj shumë adoleshenta që mund bëjnë shumë gjëra kundra nesh, mund bëjnë shumë gjëra ofendima, apo fjalë, apo ndonjëherë mund vinë edhe për gjuajtur ndoshta. Por gjithmonë jam duke kujtuar këtë dashurinë, këtë eksperiencë që kisha unë Zotin, si mund ta jap këtë eksperiencë te adoleshentat. Edhe gjithmonë kjo eksperiencë më ka shoqëruar që të jem afër tyre, të jem me ta, edhe ato jetë e tyre të shikoje Krishtin në jetën time, jo Ergysin, po Krishtin. Edhe kur i tregoj për jetën time se si kam qenë më përpara dhe eksperjenca me Zotin, ato janë duke thënë, a ti e ky vërtet, sepse normal që ato ndoshta disa nga ato nuk ishin lindur, por sot kur i tregoj për jetën time si kam bërë, ka qenë një eksperiencë që në Zotin tani më jep më shumë fuqi, më jep më shumë kurajo, më jep më shumë shpresë për adoleshentët që janë atje jashtë. Dhe kjo është eksperjenca që Zoti më ka ndryshuar. Emanuela, pse është e rëndësishme që një adoleshent të vinë kish? Sepse vetëm atje ata mund të marrin e vërtetën. Edhe vërteta është vetëm fjala e Zotit, që mund të ndryshojë jetën e tyre. Dhe kjo mund të ndryshojë çdo gjë në jetën e tyre. Si mund të lutemi ne për një adoleshent? Zakonisht kur luteni, Ergys, cilat janë disa nga pikat kryesore që i çoni përpara Zotit? Unë mendoj që pika e parë për një adoleshent është që të zemra e tij të hapet për Krishtin. Edhe në moment që të hapet për Krishtin, aty të vazhdoj ndryshimi pastaj. Edhe kjo është pika e parë që unë kam parë në jetën time. Kur Zoti më ka hapur zemrën, aty ka qenë pika e parë që unë kam ndryshuar. Pavarësisht se ndoshta mund të kem bërë disa gabime apo disa gjëra që nuk duheshin, por gjithmonë ka qenë ajo frika ndaj Zotit. Pra, gjithmonë ka qenë ajo frika se çfarë do mendoj Zoti për mua sot? Çfarë është duke thënë Zoti për mua sot? Si është duke menduar Zoti për mua sot? Gjithmonë ka qenë në mendjen time, edhe unë pse isha duke bërë ato veprimet që nuk duhet i kisha bërë. Edhe këtë më ka mbajt pastaj që kur jam kthyer te Krishti, përsëri aty kam parë pastaj se si duhet kjo piklutje që të shkojë tek adoleshentat. Edhe pastaj duhet lutemi që shoqëria që është afër ti mos ta pengojë, mos ta bullizojë, mos ta ndryshojë më jetën e tij për brenda. Edhe aty pastaj duhet të jetë të dy pika lutje, mendoj që janë shumë të rëndësishme për adoleshentat. Sidomos për djemt, se djemt janë më kështu, vajzat janë pak më të qeta, por për çdo adoleshent, vajzë apo djem është pika kryesore që në jetën e tyre të hapet ajo zemra e tyre për Krishtin.
Po, a keni ndonjë këshill ose ndonjë mesazh inkurajimi që mund të jepni për një adoleshent ose për një prind që po na ndjek? Unë mund të them për adoleshentët edhe për prindrit e tyre. Unë këtë kohë që kur jam bërë prind, që kur atë njeri më i madhi që ka vazhdu që të kuptoj më mirë, i them gjithmonë se më shumë se mua, më shumë se babi tyre, Ergysi, më shumë se vëllaja apo motrën, ai duhet ta dojë Jezusin më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe atë këshillën e jap edhe adoleshentëve që çdo gjë që mund të jetë ndoshta më e mirë apo që mund ta duash më shumë, nuk është se krahasohet me Jezusin. Edhe të duaj Jezusin, të duaj Zotin, edhe pastaj duke lexuar nga fjala do të ndryshojë jeta e tyre. Edhe për prindrit të mos ti dëgjoj adoleshentët, edhe se ndonjëherë ne si prindërit, ndonjëherë ndoshta nuk kemi shumë kohë t'i dëgjojmë. Ata kanë shumë nevojë t'i dëgjojnë. Edhe kur i dëgjojnë, të dëgjojnë edhe dëshirat e tyre. Se ndonjëherë janë shumë prej tyre që kanë dëshirë me ardhë te kisha, janë shumë prej tyre që kanë pranuar Krishtin, por kanë frikë nga familja, se ç'a do të thot mami nëse do i them. Edhe nuk kanë guxim me hap, për shkak se prindrit as nuk është se i dëgjojnë shumë, edhe këtë gjë. Ti dëgjojnë fëmijët edhe të pranojnë ato që duan të bëjnë edhe ata në këtë drejtim. Sepse është e drejta e tyre, ne nuk është se i lajmë tru apo si thonë shumë njerëz tjerë se që jeni duke i bërë ju adoleshentave. Por fjala e Zotit është ajo që ndryshon jeta. Ne vetëm flasim me ta edhe ndajmë ato që Zoti ka bërë në jetët tona, pastaj Zoti është ai që mund të ndryshojë edhe jetët e tyre. Lavdi Zotit. Ndonjëherë edhe ne njohim edhe prindërit e krishterë që mund të jenë një ndalesë për adoleshentat. Sepse mendojnë që jo, do t'i mbajnë në shtëpi, të lexojmë, të jemi vetëm duke lutur me ata, por adoleshentët kanë nevojë edhe për një diçka tjetër. Jo vetëm të gofosen aty, pra të mbyllen aty. Edhe prindërit duhet t'japin një këshill për prindër, që lini fëmijët të shkojnë, të shoqërohen me të krishterë, të rrinë me të krishterë, sepse aty do të gjejnë kënaqësitë e Zotit, jo kënaqësitë e tona apo kënaqësitë e njerëzve, por kënaqësitë e Zotit në jetën e tyre. Edhe kjo është edhe këshilla për prindër, sepse shumë prindër janë duke i mbyllur, edhe pse janë të krishterë, i mbajnë aty se thonë, "Oh, jo, s'duhet dalë sepse është shoqëria e keqe. S'duhet vi te kisha sepse është shoqëria e keqe." Vin disa adoleshentë ndoshta që nuk janë të mirë, por ato i përgojnë, "Jo, se s'duhet të shoqërohet me ato." Edhe në kishë nuk duhet të shoqërohet. Por leni të shkojnë te kisha, sepse aty do ta marrin fjalë, aty do ta mblidhen, aty do qëndrojnë së bashku, edhe aty do forcohet jeta e tyre. Kështu që Lavdi Zotit. Shumë mesazhe bukur, shumë faleminderit. Ndërkohë përveç shërbesës adoleshentëve, nuk kishini të përfshirë edhe në shërbesa të tjera? Po, jemi duke ndihmuar te shërbesa e fëmijëve që Joeli dhe Jona, një çift i bekuar, Joeli është italian, Jona është tiranse. Edhe ato janë duke marrë me drejtimin e fëmijëve, edhe ne jemi duke ndihmuar edhe takimi adoleshentëve, vizita në familje, që jemi duke shkuar në vizita në familje. Shkoni edhe në për familje, në komunitetin në zonë bathore. Edhe jemi duke nëpërmjet adoleshentëve që të shkojmë edhe në familjet e tyre. Edhe këtë shërbes është pastori me eme që janë duke drejtuar. Kemi të shërbesën e të rinjve që është Boralda, edhe Ani që është duke ndihmuar, janë të dy bashkë të shërbes. Kemi kur bëjmë takime për motra, takime për çifte, takime të ndryshme në kishë. Gjithë të shërbesa, Kisha Asambleja e Perëndisë Bathore. Po bëni një punë të shkëlqyre. Lutem që Zoti t'u bekojë të përdorë edhe më shumë për mbretërinë e tij. Faleminderit Ergys, faleminderit Emanuela. Faleminderit edhe juve. Ishte kënaqësi që ishim sot me ju. Faleminderit shumë, Zoti ju bekoft për këtë studio që keni, për këtë vend që keni, sepse është një bekim për shumë të tjerë që janë duke dëgjuar jashtë. Shumë faleminderit. Ndërkohë ne shpresojmë që kjo bisedë të ketë qenë një nxitje për adoleshentët, për prindrit edhe për secilin prej nesh që të ecim çdo ditë më afër Zotit. Ne do të rikthehemi pas pak në studio.